ndryshe në Top Albania Radio. Për ne është West Side Family, një tjetër publikim gjatë kohës së qëndrimit në shtëpinë e Maxin, ka rruar Maxin. Max Optika që e gjeni kudo në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, është me super ulje deri në 50% për koleksionet Spring Summer 2026. Vizitat okulistike janë falas, brendet më të mira ndërkombëtare të syzeve janë në Max Optika, që duhet të ndjek aq të bukura ato dyqanet, aq të mëdha, ka aq shumë prurje, aq shumë syze të gjitha llojeve, të gjitha markave dhe që duhen vizituar patjetër. Gjithashtu edhe në maxoptica.com mund të bëni blerje online dhe ju vin te dera e shtëpisë. Maksimalist, me Maxi mund të më maksimizosh koleksionin tënd të syzeve në maksimum. Me që jemi këtu, ju kujtoj edhe për Bene Branch është deg një call center shumë të suksesshëm në Tiranë, Bene, italian. Kur thua ti nga ata seriozët, me letra, me dokumenta të vendosur në qendër të bllokut, absolutisht. Dhe kush kërkon punë, të kontaktoj Bene Branch për të dërguar CV-n edhe për të punësuar aty. Miri, shumë bukur. I ke takuar tunat, gocat, njerëzit e dashur që njohen në Big Brother, kë dhe pse? Kam takuar ata që këtë pse. Po kishin ca halle. Unë do të bëj disa pyetje që njerëzit janë kurioz. Ja, për shembull, ne postuam që Miri është sot në emision, pyet e Mirin, a ka dalë më Miri me njerëz, me ata që krijojnë shoqëri? Takuar me Selin? Jo. Asnjëherë. Ke folur? Asnjë lidhje, asnjë. Ju urreheni tani bashkë apo? Nuk dëgjoj. Ti jo një, nuk e urren. Ku urrej unë, ka çaflet. Unë jam njerëzor, o vlla, unë jam babaxhan. Ja, Elona më një. Po nëse do t'ju ftonim një herë në emision, do vinit të dy përballë njëri tjetrit si atëherë në debate? Me taksi. Me përballë njëri tjetrit. Po se kam problem të thash. Nuk kam problem unë asnjë gjë çfarë ka ndodhur në Big, unë e kam lënë në Big, është e mbyllur atje. Por kontaktet jashtë Bigut patjetër i kam me miqtë e mi. Tash në Big nuk ngel atje. Këtë do thoja. Ti një vit do flas vetëm për Bigun dhe unë jam i sigurt për këtë, jo se do t'i flasësh, do të pyesi njerëzit. Po pra, do të pyesi njerëzit. Jo, po edhe ka ndodhur një gjë, ke shumë të drejtë se unë kur isha brenda dhe ishin këto ditët e fundit, mendoja kështu aman ku të dalë, të mbyllet kjo, të dalë edhe të shpëtojmë nga këto gjëra se po tinta gjëra se fundi është që rrotullohet gjëra si lavatriçe. Kur dola jashtë pastaj dhe pas çu bënte jashtë, thash më mirë të shkoj edhe një herë brenda se isha më mirë brenda. Si është puna? Njeriu do atë që nuk ka. Jo, të bëj pyetje që realisht edhe mi kanë dërguar në rrjetet sociale. Për shembull, më kanë thënë, po shoqërinë vazhdon Miri me Rogertin se u bën shok të ngushtë së fundmi aty. Do nuk janë pyetjet e mia se unë rri me ty shpesh rri këto. Nuk është se vazhdoj shoqërinë, po kur jemi hasur në rrugë, jemi takuar, gjithçka është normale, s'ka. Të lutem Mirë, a mund të na sqarosh dhe historinë me Vrenozin? Çfarë ndodhi me Vrenozin i cili bëri një deklaratë, tha Miri më ka thënë mos kalo nga myslimshyri se do e kesh keq punën, ai është ndjeri kërcënuar, ka folur rrjetet e tij sociale, po do ta sqarojmë se. Ashtu tha ai. Po, ashtu tha ai. Po pyesni atë pra çka ka thënë ai, ku dëgjon shkretin? Pse ka thënë ai atë? Çfarë ka ndodhur mes jush? Ka patur ndonjë gjë backstage? Unë mendoj që buka e Mirit që ishte në Big Brother vazhdon të jetë edhe jashtë. Që do me thënë? Atë furr buke që ka pas atë ka. Atë kam. Dëgjoj, është bërë dhe më mirë më duket. Ky tiku që ke ti që ka e ke nga Big Brother apo e ke pas? Ja, kam pas. E ke pas. E kemi pas kështu si, shikoj, ne kemi si shoqni, si grup. Si grup, e ka pas dhe Flori, shumë. Edhe Flori ka pas të kështu. Bile Flori kapte vetëm këtu, tak e bën kështu. Po, e kemi pasur që atëre, por tani bie më shumë sy se tani kemi çik mirë më. Tiqe artistike. Tiqe artistike, po tikrat. Tiqe numri shumë. Tiqera. Miri, një tjetër pyetje është sa i beson ti çifteve të krijuara në Big Brother? Sa beson ti tek Mateo dhe Brikena? A janë një çift real apo ishte lojë dhe vazhdon të jetë lojë edhe për pak kohë, sipas teje? Atje brenda unë kam thënë shpesh herë që atje ishte lojë dhe kanë shfrytzuar për një lojë në Big Brother sepse të dy ata nuk është se kanë pas diçka tjetër në atë Big Brother, thjesht kanë pasur historinë e dashurisë që duam ne, është interesant për publikun si do shkojë marrëdhënia e tyre. Tani jashtë nuk e di fare se çfarë bëjnë. Po nuk e di jashtë, nuk i shefti në rrjetet sociale, janë të dashuruar, publikojnë foto, udhtojnë. Po mirë, kur i publikojnë këto dhe udhtojnë, çfarë është mendimi im? Po pra, mendimi yt, cili është? Është një gjë që për inerci po ecën edhe pas Bigut apo po e shfrytëzojnë? Po e shfrytëzojnë, ëh? Unë mendoj që po e shfrytëzojnë. Po Selin dhe Gimbo?
Po nuk është se I kam pa shpesh. Po e shfrytëzojnë ata. Se edhe ata po shfrytëzojnë. Janë me pushime. Po me pushim do bëjnë. Bëfshin qef. Çfarë Nuk ndiqesh ti në rrjetet sociale më asnjëri për tyre? Nuk ndiqem. Unë jam I pandjekur. Nuk më intereson askush nga ato që përmendet ti. Po ç'ke jam miri, më jam miri. Po pra. Miri është Visiani. Po, dhe Visiani, jo Visiani më ka thënë një gjë që kur timitoj aty e kam bërë mjegrën time cop. Cop, e kam dhe mjegrën kam kështu. E ka fitu dhe Visiani si ti. Po pra, po do ta bësh me stilin thashun që mos ta bësh cop. Ke thënë ndonjëherë me veten tënde që të shpata unë që hyra në bik? Ja, nuk e kam thënë kur. Se ke thënë kur? Ja, nuk e kam thënë kur, por ka pas momente që edhe unë mërzisja me veten pse jam këtu në këtë moment, se është normale, por kalon të shpejt se unë kam një vetime të thënë drejtën që edhe e thoja edhe shpesh atje te shtëpia që sa të vej kokën jastik. Pastaj harroj. Jo, pastaj harroj gjitha. Ti fle gjumë kollaj apo? Jo, nuk fle. Ja, nuk fle kollaj. Me thënë drejtën, unë flija I fundit u çoja I pari në ato fillime. Pastaj kalon stafeta nëpër të tjerë se. Po se flija I pari dhe zgjosha I fundit. Jo, asnjëherë. Miri, unë I kam shumë qef këto pyetësorët flash me pyetje përgjigje të shpejta. Edhe e kam quajtur këtë pyetësor Big Brother apo? Big Brother apo studio muzikore? Studio muzikore. Big Brother apo pushime pa telefon? Big Brother. Big Brother apo një muaj pa Instagram? Big Brother njësoj. Big Brother apo një dark me West Side Family si dikur? Muhabet. Big Brother apo një hit veror? Hit. Big Brother apo gjumë rahat pa kamera? Kishte lezetin e vetë edhe Big Brother të gjumi. Big Brother apo kështu radio live si me ne? Radio live si me ju. Apa, Salsano, fitum. Big Brother apo jetë private totale? Po jetën private totale e kisha në dorë, e kam bërë. Tani Big Brother për të bërë të gjën tjetër. Big Brother apo të kthesh 20 vjeç për një ditë? Për një ditë teke? Big Brother se po të kthehesh në një ditë teke, mërzites se do iki shumë shpejt atë dita dhe. Big Brother apo dashuria? Dashuria, patjetër. Unë jam Big Brother apo liria totale? Liria totale. Big Brother apo një koncert para 50.000 njerëzve? Papa, vazhdo kapa si Big Brother me çfarë? Big Brother pra çfarë do të apo dalin në atë mashina 50.000 veta. S'kemi punë tjetër ne. Kur të kthehemi me Mirin pas publicitetit të orës 7:30, kemi përgatitur një kuti Pandore. Kuti Pandore. Po më pëlqej dhe mua. A mund të përgjigjem dom? Iga, miru pa. Miri, është ftuar Miri. Ky do zgjedhë, ha? Shikoj, nuk është se kollaj të zgjedhësh atë të përgjigjesh. Nuk është.